Mirë, faleminderit. Është me ne në studio, Elvis Ponari. Filluam? Po, jo, jemi live, kemi 3 minuta që po na shikojnë njerëzit që themi brot shkolla. Jemi shumë të dashur, faleminderit për mirë kuptimin. Elvis Ponari, Fatjon Softa, një ekspert i shkëlqyer për sigurinë, sa herë që të keni një problem, gjithmonë tek ai. Artan Rexhepi është një nga njerëzit më të mirë të pjesës policore, unë sa herë që kam një gjë i besoj atij. Dhe Faik Basha. Faik Basha është kripi më i madh që ka bërë qeveria që e ka lënë këtu te ne, ndërkohë që duhet ishte në krye detyrës të drejtonte një institucion serioz, sepse s'ka kohë për të humbur. Faik Basha, dëgjove me ju e kam. Do t'japim kontributin. Mirë, do të flasim pak për zgjarret që përpinë kështu vetë të timthi ndërtesat shtatlart të Tiranës, se jemi bërë qytet shtatlar. Po lotët? Po. Se njerëzit qajnë pasi ndodh ngjarja. Sikur të qani një herë të vetë me para se të ndodhte ngjarja, s'do kishte asnjë ngjarje të keqe. Natyrisht që ne nuk mjaftohemi me përgjigjen e kryeministrit që të gjithë banorët do kompensohen nga ndërtuesi, sepse ndërtuesi është bërë... Po sikur ndërtuesi të thot shembull. Ndërtuesi është bërë të ndërtoj dhe këto fasadat kanë hyrë dhe në mod tani, po janë fasada që i përpis zjarri, se një karton morin qaf një pallat. Tani ne po i bëjmë kullat me këto materiale, apo jo? Ka disa kulla që janë bërë me këto materiale, ë? Meset e mesme tani, po me polisterol. Po, edhe më keq akoma. Tani, kjo situatë që ka kohë që bërtet, duhet ta shikonim nga ky zjarr i madh ne që të vinim gishtin kokës edhe të reagonte kryeministri, ndërtuesi, ato pleshti shikonim në atë situatë që mezi dilnin nga që zjarrfiksja të vonohej, që ne e dim që zjarrfiksa të mos hynte. Po, le... Na fal zjarrfiksja, a? Se s'bëni zjarrfikse kështu të gjata. Jo të gjëra, mos i bëni të gjëra, mos e s'ke ku i fut. Bëni si gjarpër. Zjarrfikse, e ke parë si futet gjarpëri. Ose ta ke tubin e gjatë. Ose zjarrfikse... Robot. Të larta, bëni dhe një zjarrfikse kështu. Jo kështu. Kina ka fillu bën dron zjarrfiks. Po i kam parë me sytë e mi unë ata, për 10 sekonda fikin një... Tani, ne nuk kemi stafe që të reagojnë në mënyrë kështu pap-pap në situata zjarri, apo jo? Pap-pap. As në situata tërmeti. Vajet si e koncepton, vajet si e mendon të reagimin fap-fap. Po si për ndodhi tërmeti, në erdhën dima që në shpëtuan Kosovarët, apo jo? Ka një kohë. Po. Për shumë, në qofë se është në Amerikë është diku të 6-7 minuta. 8 minuta. Dhe na ke thënë ti në studio. Po, aq është. Tani, ju tha që një karton... Zjari 7-8 minuta. Reagimin nga momenti i njoftimit, në qëndër, mobilizimi dhe dërgimi dhe arritja në një lokacion, sepse është llogaritur, sistemet e menaxhimit të emergjencave duhet të jenë të pozicionuara në disa lokacione që çdo pikë të arrijë maksimumin e tij për një x kohë, që ajo është deri në 7-8 minuta, sepse po mirë, ja ka trafik. Okej, ato justifikohen. Tani, këta qytetarët që kalonin atje, shikonin zjarrin dhe futeshin ke hyrja. Ata them diçka para. Çfarë qytetarësh janë këta, mor, se po shikoj video pafund, qytetari? Po. Ju thatë një karton që dojë një pallat. Po. Kurse unë e mendoj ndryshe. Një karton, një fasad e një qytetari i papërgjegjshëm, i cili banon në ato pallat. Po pra se e shikon të zjarrin? Ajo është tjetër i papërgjegjshëm, pak një shkallë më e ullët. Më i papërgjegjshmi është ai i cili... Se s'do flasim për